Alba i thot Londrimit, nëse këto gjëra do të rrinë kështu siç janë, nëse Dolce dhe Limi nuk ndryshojnë, unë do të dal nga shtëpia, po ta them tani, qartë, pa rrotullime, sepse jam lodhur duke folur në gjysmë fjale. Jam lodhur duke shpresuar që dikush do ta kuptoj vetë, nuk po flas nga inati, po flas nga fundi i durimit, nëse gjithçka do të vazhdoj kështu siç është, nëse tensioni vazhdon të fshihet në nqilim, nëse heshtja bëhet mënyrë jetese, atëherë unë nuk kam më vend këtu, nuk po kërcënoj, po njoftoj, sepse ka një kufi që njeriu mund të duroj, pa u thyer nga brenda, dhe unë e kam kaluar atë kufi prej kohësh, vetëm se kam heshtur. Ti mund të mos e shohësh çdo ditë, mund të mendosh që gjërat janë ok, që gjithçka do kaloj, por unë jam këtu brenda kësaj shtëpie, dhe po e ndjej çdo orë si po më rëndon. Dolce dhe Limi janë kështu si janë, unë nuk po them kush ka faj. Nuk po kërkoj gjyq, po flas për realitet, kur njerëzit nuk ndryshojnë, kur nuk flasin, kur nuk përballen, dikush gjithmonë mbetet duke mbajtur peshën për të gjithë, dhe ajo jam unë, jam lodhur duke qenë ajo që kupton, ajo që pret, ajo që hesht. Për të mos prishur qetësinë, sepse kjo qetësi nuk është qetësi, është tension i fshehur. Unë nuk dua të jetoj në një shtëpi ku çdo gjë thuhet me sy, ku çdo hap matet, ku çdo fjalë peshon më shumë se sa duhet, po ta them drejt për drejt, Londrim, nëse Dolce dhe Limi do të vazhdojnë kështu, nëse nuk ka ndryshim, nëse nuk ka përballje, atëherë unë do të dal nga kjo shtëpi, jo sepse nuk ju dua, por sepse po humbas veten këtu. Nuk është ikje nga përgjegjësia, është shpëtim. Njeriu nuk duhet të sakrifikojë shëndetin mendor për të ruajtur një ekuilibër të rrem, nuk duhet të qëndrojë në vende ku ndjehet i padukshëm. Unë kam folur. Mjaft, kam shpjeguar, kam pritur, kam duruar, tani jam në fazën ku ose ndryshon ambienti, ose ndryshoj unë duke u larguar, dhe unë nuk dua të bëhem më e ftohtë, më e ashpër, më e mbyllur, vetëm sepse po mësohem me një situatë që nuk më bën mirë. Nëse kjo shtëpi nuk mund të jetë vend paqeje, atëherë nuk është më shtëpi për mua. Mos e merr këtë si dramë, merrje si sinjal, si alarm. Si moment ku dikush po flet para se të mbyllet plotësisht. Unë nuk po kërkoj perfeksion, po kërkoj respekt emocional, po kërkoj komunikim, po kërkoj të mos ndihem e huaj në vendin ku jetoj. Nëse kjo nuk është e mundur, atëherë përgjigjja ime është e thjeshtë. Unë largohem, jo me zhurmë, jo me skena, por me qetësinë e dikujt që e ka kuptuar se nuk mund të vazhdoj më kështu. Po ta them sot, që nesër të mos thuash, pse nuk e them më herët? Po ta them sot që ta kuptosh sa serioze jam. Nëse Dolce dhe Limi do të rrinë kështu si janë, atëherë unë do dal nga shtëpia, dhe kjo nuk është dobësi, është zgjedhje.